Ka hyrë në fuqi udhëzimi për eksportin e produkteve dhe nën produkteve të bimës së kanabisit për qëllime industriale. Udhëzimi ka hyrë në fuqi pak ditë më parë pas votimit në fletoren zyrtare dhe për të përcaktohen qartë të gjitha kriteret dhe dokumentacioni që duhet të plotësohet nga ana e subjekteve për realizimin e eksportit. Subjekti i lejuar zbaton rregulla, standarde dhe procedura të përshtatshme në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi për eksportin e nën produkteve dhe nën produkteve të bimës së kanabisit për qëllime industriale, në mënyrë kjo që të garantohet përmbushja e kushteve të sigurisë dhe të cilësisë, të parandalohen aksesi i paautorizuar, si dhe çdo formë tjetërsimi i palishëm, si dhe mos respektimi i parashikimeve në kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Por çfarë mendojnë qytetarët e Vlorës? Ata ndahen në qëndrimet e tyre, ndërsa ka dhe nga ata që nuk përgjigjen fare. Shumë mirë, do ndihmoj popullin, do ndihmoj edhe mendjen. Faleminderit, jo nuk e pje, kam dhënë. Legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore. Çfarë të themi ne? E dinë vetë ata të punë. Pozitive? Nuk, edhe mirë nuk është. Pse? Po s'është mirë se. Po se dikush e merr në dorë atë. Pastaj ajo si e një diçka të keqe, nuk është se je mirë. Legalizimin e kanabisit për arsye mjekësore. Nuk jemi interesuar fare për. Për eksportin e produkteve dhe nën-produkteve të bimës së kanabisit për qëllime industriale, agjencia dhe strukturat përgjegjëse për doganat bashkëpunojnë për të siguruar realizimin e eksportit të nën-produkteve dhe produkteve përfundimtare të kanabisit për qëllime industriale gjithmonë, në kohë dhe në përputhje me procedurat administrative të përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi. Në rast se gjatë procedurave doganore që kryen në pikën kufitare të daljes konstatohen se subjekti eksporton ngarkesë në sasi të ndryshme nga ajo e deklaruar dhe autorizuar, apo gjatë skanimit evidentohet prania e produkteve të tjera jo në përputhje me autorizimin, autoriteti doganor njofton menjëherë në numrin dhe adresën elektronike të kontaktit të vendosur në dispozicion nga palat paraprakisht. Njëkohësisht Policinë e Shtetit, agjensinë dhe eksportuesin për faktet e konstatuara dhe vendimarrjet. Janë disa dikastere dhe institucione që ngarkohen me hyrje në fuqi të këtij udhëzimi.